Dhe sa të sinqerta ndoshta ishin këto negociata, pasi u duk sikur se kishte dritë jeshile mes vetëvendosjes dhe LDK-s. Në fakt nga fillimi ka qenë gjithçka pa sinqert. Në momentin kur po kthejmë në retrospektimin kujtu disa elemente që situatën e kena pas paralajmëruar edhe më herët. Në momentin kur e ftonte Albin Kurti për qeverisje pas zgjedhjeve të shkurtit, i thoshte të bëhemi bashkë, thashte për president prapë do të kemi zgjedhje. Po thon, ai në një formë ose tjetër, moti ka paralajmëruar këto zgjedhje, por unë çka s'kam kuptuar janë partitë opozitare që kanë shkuar në takim, domethënë edhe i kanë kundërshtuar. Dhe sa herë kanë pas takime, pas takimeve ai u shtoll me partitë politike opozitare. Diçka tjetër është fol në takim mes katër parësyve, dhe diçka tjetër është fol para mediave. Pra, këtë diçka tjetër, këtë ndryshim të tematikës në opinionin publik e ka bërë zoti Kurti, sepse partitë opozitare kanë qenë të sinqerta në ato që kanë deklaruar, por zoti Kurti i ka marrë temat ashtu si ka vetë dhe i ka publikuar, i ka thënë para mediave në